ndryshoi jeta juaj me ndryshimin e sistemit? Po, tash ndryshojnë qik si mirë, sepse ne kishim një bazë të kësini mbështeteshim, i me motor ndihmonte ekonomikisht. Erdi i shoqi, erdi Vasko me një se ish gazetar. Erdi bashkë me grupin e xhirimit. E tash kishte qyfyre madhe se Shqipëria ishte drangulli, ishte shumë e varfër, dhe të kishe lek, s'kishe më çat bleje, dhe të gjitha gjërat që do i përgatisnim darkën Vaskos, Elvira na i dërgoi me post. Kur e vepër, a kupton? Bukur kjo. Kur e vepër, s'kishte më nuk gjeje dot dhe në tregzi, se ishte varfëri e madhe. Ja do gjej një kile mish në pul, në gjop. Tashin do të prisim dhëndrin, po na vinte për herë të parë në shtëpi. Erdi, kishte gatuar i me mëç, të them, ty bukur se ka këto detajet e bukura që të mbeten në mendje s'harrohen kurrë. Kishte da bukur erdi Vasko, vajte e pritau te dajti, se s'kishte mos ta bote do të bëj gjë sigurimi. Edhe marrë e sjell në shtëpi unë Vaskon, bukur u takuaj shkretin, sepse Zvicër italianë janë më ndryshe se zviceranët, gjermanë dhe francezë. Gjithsesi prap Zvicër, fuqia ekonomike ishte aty, kështu që ju... Edhe filluam ne shumë bukur, ikën dritat. Wow! Vasko të shi që thoshte me qirinj, sa bukur thoshte, Perndimor, sa bukur, una c'era lumi di candele, che romantico. Po romantiko. Mami me babin e shivi, qarë tham, mua se tham i zdit, as babi italisht. Thot sa bukur, thot se pa dritë, shpa bukur, pa dritë,